Kjo motër pyet thot, burri më thot ti je xheneti im. A është mëkat që më krahason mua me diçka aq perfekte, pra me xhenetin. Allahu e shpërblet burrin tanë që është mirënjohës për mirësitë që Allahu xhaleshanu ja ka dhënë, pra në këtë rast për gruan e vet. Nuk e shoh të ndaluar këtë shprehje, edhe pse nuk më ka rënë me lexu a përmendin ulemat apo jo dikon, por se nuk ka problem inshallah taala. Edhe pse nëse unë do të isha pyet, atëherë do të kisha këshilluar që çdo djalë ta konsideroj xhenetin e vet, nanën e vet. Sepse nana është xheneti ose xhehenami i tij. Qysh xheneti nëse bën mirë ndaj nanës e ka xhenetin sigurt. Nëse bën keq ndaj nanës e ka xhehenamin sigurt. Prandaj është edhe transmetim edhe thonje që nana është xheneti ose xhehenami i vladit. Në varet qysh sillet me ta. Por edhe nëse të thot ty në këtë fjalë qysh po ta thot bashorti, elhamdulillah nuk ka të keq inshallah taala asgjë. Ama ti kujdes tash mos e zgjënje burrin tënd.